Jemi rikthyer, jemi në studio dhe mi kemi sonit tonë, Adelaida Gjonaj është me ne në studio, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Naturopate, nutricioniste dhe gjithashtu herbaliste, profile që kohët e fundit kanë gjetur shumë vend në të paktën tek shoqëria shqiptare kryesisht. Janë profile që kanë qenë të gjetura gjatë gjithë kohës, por thjesht nuk kanë gjetur promovimin e duhur, se të gjithë në një farë mënyrë në shtëpitë tona aplikojmë herbalizmin, aplikojmë naturopatin, aplikojmë dhe nutricionizmin. Pse? Se është përditshmëria e jetës tonë. Po, pra që lidhet me ushqimet, me produktet, me bimën nga natyra më tepër, pra, nga vetemri. Patjetër. Po tani ç'lidhje ka ky nervi vagus? Në radh parë çfarë është njështë, na duket si ndonjë gjë që s'është si përket trupit ton fare, dhe ç'lidhje ka me naturopatin? Nervi vagus është një nerv që i përket 100% trupit tonë, se ne në fund të fund, si që themi, jemi tru dhe zor, jemi nerv vagus. Jemi nerv vagus? Patjetër, është nervi ynë endacak në trupin tonë. Pse endacak? Për vetë faktin se është nervi më i gjatë, përsa i përket që nga kafka deri në fund të zorës, deri në pjesët afër organeve gjenitale, dhe kap çdo gjë në trupin tonë, kap që nga muskujt e fytit, muskujt e gjuhës, stomakun, gjithashtu zorën, kap çdo gjë brenda trupit tonë për jashtim të veshkave. Dhe ai është shkaktari i emocionit ton, i ankthit ton, i frymarrjes ton. Në moment që kemi inflamacione të ndryshme në metabolizëm, krijon atë agitimin, depresionin gjithashtu. Po kur themi endacak, mund të jetë pasiv apo është gjithkohës? Është gjithkohës aktiv. Do të thotë që ne jemi të varur nga nervi vagus. Shpeshherë themi që zora është truri i dytë i njeriut, por është i deleguar nga ky nerv, nga ky nervi vagus është i deleguar zora që themi gjithmonë, është truri ynë i dytë. Çfarë mban nervin vagus vital? Gjithë jeta jonë, 24 orë shiun, mënyra se si ne ushqehemi, mënyra se si ne kemi patologjit kronike ose jo brenda metabolizmit tonë, mënyra se si ne kryejmë në përditshmëri jetën tonë, që nga gjumi, që nga humori, që nga stresi, që nga çfarë i përcjellim dhe i japim dhe akumulojmë brenda metabolizmit tonë. A e dëmtojmë ne këtë nerv? Patjetër që po, në përditshmëri po. Absolutisht është ndër nervat më të dëmtuar, do të thoja, për vetë mënyrës të jetesës që neve bëjmë në përditshmërinë tonë. Për shembull, çfarë bëjmë gabim ne që e përkeqësojmë, acarojmë të nerv? E para, mënyra e humorit, e stresit ton, mënyra e gjumit ton, se si neve kemi jetën 24 orëshin ton. Një pagjumësi e që regulon këtë nerv. Patjetër, një pagjumësi, duke qenë që është në nervat më efikas në pjesën e stresit, në pjesën e depresionit, personat që vuajnë me epilepsi, personat që vuajnë me çrregullim të spektrit të autizmit, të gjithë jemi të varur nga ky nerv vagus. Okej. Dhe ndërkohë, përsa i përket produkteve, ushqimeve, flasim tek pjesa që ndikojnë negativisht dhe më pas flasim si ta përmirësojmë gjithçka. Cilat janë ato produkte që e ngacmojnë këtë nerv? Sheqeri është ngacmuesi kryesor i nervit vagus, gjithashtu karbohidratet të shtuara, ushqimet fast food, ushqimet e skuqura, ushqimet e përpunuara, të gjitha ushqimet që janë të përpunuara janë keq ushqyerje për nervin vagus dhe agjitim për nervin vagus. Pse? Në mënyrën se si ushqehemi, në mënyrën se si ne mund të kemi patologjit tona, se absolutisht çdo individ ka probleme brenda metabolizmit, neve ushqejmë me anë të ushqimit, por dhe jetës që ne bëjmë, neve ushqejmë atë frymarrjen tonë të çrregullt, ato rrahjet e zemrës të çrregullta, personat që vuajnë nga veshi i mesëm, personat që vuajnë nga një urth kronik, personat që vuajnë me probleme me intestinale. Të gjitha këto është nga stomaku. Çdo gjë është nervi vagus, ai që është delegues brenda trupit ton. Dhe dua ta shpreh ta formuloj sa më thjesht që të jetë i kuptueshëm për të gjithë njerëzit. Dhe si e kuptojmë neve që kemi probleme me nervin vagus, nga simptomat që mund të kenë organet në trup? Nga simptomat që kanë organet në trup, nga një mosfrymarrje e mirë, nga një djersitje e çrregullt ose një djersitje me aromë gjatë ditës, në të njëjtën kohë, të gjithë personat që vuajnë me ankthje, me panik atakun, absolutisht që jemi 100% të varur nga nervi vagus. Po, ndodh dhe diçka në fakt që të
paktën ma kam përmendur një herë që edhe gjendja e të fiktit mund të ndodhë përmes nervit vagus. Si ndodh kjo gjë? Gjendja e të fiktit, epilepsin gjithashtu dhe prandaj nervi vagus nuk kurohet së pari me ilaçe, me antibiotik. Nervi vagus kurohet në përditshmëri, me ushqime, me vajra, me çajra dhe me ushtrime të përditshme të gjithë sipas personave. naturopatisë apo edhe sipas mjekësisë? Po edhe sipas mjekësisë është një organ që nuk e se si e mjekon, se janë gjithë nervat e trupit tonë, që nga shtylla kurizore, që nga stomaku, mushkëria, gjithashtu pjesa e laringut, pjesa e fytit, pjesa e gjuhës, jemi të gjithë të varur, gjitha organet me përjashtim të gjendrave që nuk preken nga nervi vagus dhe të veshkave që nuk preken nga nervi vagus. I gjithë trupi ynë deri në organet gjenitale është i prekur nga nervi vagus. Tani, si ka mundësi për shembull që unë nuk e di, qofsha e gabuar, po të paktën kur shkon edhe bën një konsultë ose ke një shqetësim dhe shkon tek mjeku, gjë e fundit që ti dëgjon është nervi vagus. Domethënë nuk është se ta përmendin që a e ke menduar që mund të kesh probleme me nervin vagus ose ti e ke këtë shqetësim se të vjen nga dëmtimi i nervit vagus. Mund sjellin 1000 arsye të tjera, por këtë personalisht në kaq vite nuk është se më ka rastisur ta dëgjoj. Pse nuk përmendet? Ata që e përmendin është një psikologu, është psikiatri, mund të jetë edhe një gastroenterolog që mund ta përmendi. Por në përditshmëri vemi me fillo këtë ushqimin, merr këtë ilaçin, përdor këtë çajin ose përdor këtë vajin. Personat që merren me naturopatin, personat që merren në mjekësinë alternative, në mjekësinë holistike, në të njëjtën kohë të gjithë profesorët e jogës dhe të arteve të ndryshme, gjë primare që përmendin është nervi vagus. Okej, a ka dhimbje nervi vagus? Jo, se dhimbjet ne i kemi në dhe gjithë metabolizmin tonë. Dikush ka stomakun, dikush ka një marrje mëndsh, dikush ka veshin e mesëm, si që cekëm pak më përpara. Një problem ka këtë strukturë, mos nështë të jep në dhimbje pas kokës ose të qafë ose të pjesa faciale. Pjesa faciale pa tjetër, pjesa faciale, pjesa e spondiliatrozës, në të njëjtën kohë, personat që kanë humbje ekuilibri, marrje mëndsh, personat që në të folurën e përditshme pësojnë ndryshime të ngjyrave të zërit. Kanë probleme me nervin vagus. Do të thotë që shpesh herë të gjithë kanë përshtypjen na ka rastisur në momente të caktuara të jetës që dhe kur flasim në mënyrën më të qetë, zëri ynë pëson ndryshime të ngjyrave, të intonacionit. Aty ne kuptojmë fare mirë që kemi një problem me nervin vagus. Kemi një nerv vagus të agituar, i cili është i ngarkuar, që njësoj si puna, si që themi histaminina, si që themi dioksidi karbonit në metabolizmin tonë, si që themi që kemi këtë problem, dhe nervi vagus të jep shenja në përditshmëri. Pra, kur, sidomos kjo me zërin që ka interesant. Po, merr informacionin. Si ndodh që stimulohet pra dhe të jep probleme në korda? Patjetër, jo vetëm në korda, po jep dhe në ngjyrat e zërit. E vëmë re në përditshmëri dhe është një provë fare thjesht që mund ta bëjë gjithkush. Aty ku jemi duke folur gjithë ditën, psojmë një ngjyrje të zërit, edhe pse nuk kemi asnjë patologji në pjesën e një viroze ose të një patologjie tjetër. Dhe këtu kuptojmë fare mirë që kemi të bëjmë me një nerv vagus. Po në këtë moment, ose në momentet që ai është i agituar, çfarë mund të jetë një trajtim ose diçka që ne mund të bëjmë për ta çliruar pak atë gjendje? Trajtimet janë në përditshmëri. Do të thotë fillojmë me ushqimet e para, kalojmë në pjesën e çajrave, siç është një çaj me mente, një çaj kamomili, një çaj i lavandës, çaj i xhinxherit, kalojmë në vajra, vaj temjani, vaj rozmarinës, vaj kamomilit, vaj i livandos që është një qetësues shumë i mirë i sistemit ton dhe nervor, por ushtrimet janë pjesa më e bukur e nervit vagus. Do të thotë personat që merren me yoga e shërojnë në përditshmëri dhe e qetësojnë shumë bukur nervin vagus. Ata që janë mirë me palesë, acarojnë? Jo, se shkarkon, trupi i shkarkon, kështu që përveç se mirë dëm nuk bëhet. Në përditshmërinë tonë mund të bëjmë ushtrime shumë të thjeshta. Të tipit stretching apo? Çdo lloj ushtrimi është mirë, por është ushqimi, pastaj ushtrimi. Baza janë ushtrimet fizike patjetër. Të ndërlidhura me ushqimin. Të ndërlidhura me ushqimin. Në të njëjtën kohë, në përditshmërinë tonë mund të kryejmë ushtrime shumë të thjeshta, siç është pjesa dhe tërheqja e veshëve dhe t'i mbajmë pak të shtypur dhe i lëshojmë, i bëjmë një tërheqje. Si ishte tërheqja? I kapim veshët, duke bërë pak me vaj kokosi, vaj livando, me një vaj, bëjmë nervat.
qetësojmë nervat, mbajmë të shtypur deri në 10 pjesën fundore të veshit, duke qenë që ne kemi të gjitha organet tona dhe i bëjmë një tërheqje të poshtme, por pak të fuqishme. Japim një tërheqje. Në të njëjtën kohë mbajmë deri në 10, mbajmë të shtypur pjesën e brendshme të veshve, bëjmë një shtypje të brendshme, të mbyllur, gjithmonë numërimet janë deri në 10 ose deri në 20. Gjithashtu frymarit e thella, një ushtrim shumë i bukur që vlen dhe për personat që kanë probleme me spektrin e autizmit, por dhe me epilepsit, është masazhi i kordave tona. Me një vaj neve bëjmë një vetëm mjafton ose me prekje ose me tërheqje të vazhdueshme deri në të njëjtin vend në mënyrë të drejtë. Në të njëjtin vend në pjesën e kordave ose me shtypje. Sa herë përsërisim? Sa herë të duam gjatë ditës, përveç se mirë dëm nuk bëjnë. Duke qenë që refleksologjia nuk është një masazh relaksues në trupin ton, por është... se kjo është shumë interesant. Po çfarë lloj vaj, çfarë lloj përzierje rekomendohet? Mund të bëjmë një vaj kokosi, vajin e bajames, mund të shtojmë këto vajra, mund të shtojmë 2 pika vaj të livandos ose 2 pika të vaj të temjanit, gjithashtu vajin e nexhikut dhe vajin e dafinës, duke qenë që është antiinflamator dhe hap rrugët tona respiratore, na ndihmon jashtëmase. Vajmentes ndoshta? Vajmentes gjithashtu. Duket sikur të hap gjithë. Patjetër, rozmarina gjithashtu, vaj xhinxherit, çfarë vaje kemi në shtëpi pa kosto të mëdha. Këto duhet i përdorim si parandaluese gjithmonë apo edhe në momentin që kemi probleme? Patjetër, kur kemi probleme absolutisht po, por dhe në përditshmërinë tonë se i japi metabolizmit tonë një ndihmë e ku ka më bukur. Dhe lirimin e kemi të menjëhershëm. Patjetër lirimi është i menjëhershëm. Po thoja për refleksologjinë. Refleksologjia janë reflekset e trupit tonë dhe neve në shputën e këmbës, në shputën e dorës, në fytyrën tonë, por dhe në vesh që thash pak më përpara, ne kemi të gjitha organet tona. Po te këmba dhe te këmba duhet bërë një lloj masazhi. Nëse mund ta bëjmë vetë, që është e bëshme shumë kollaj, 10 minutë në darkë ose darkave që ne rrim, ne ndihmojmë metabolizmin tonë. Me një vaj të caktuar që na gjendet në shtëpi, nuk bëjmë tërheqje, nuk bëjmë shtytje. Bëjmë vetëm prekje. Prekje në cilën pjesë? Kudo. Dhe në përditshmëri dhe gjatë kohës që juve... Te pjesa e shputës? Te shputa e dorës është një ushtrim që ne mund të... Po e ka fjalë te shputa e këmbës, njësoj te shputa e dorës. Është e njëjta gjë se janë të njëjtat organe, siç kemi shputën e dorës, ashtu kemi shputën e këmbës, ne kemi zorët, kemi mëlçin, kemi veshët, kemi sistemin nervor. Këtu kemi të gjithë... Ja, po tregoj fatin tani. Ma trego ku i ka marrë organet. Mjafton të bëjmë një shtypje deri në 10. Mjafton të bëjmë një shtypje deri në 10, siç kemi të gjitha organet tona, që nga zora, që nga zemra, mushkëria, është një ushtrim që ne bëjmë gjatë gjithë kohës, pa kosto dhe pa kohë. Do të thotë që në orarin e punës, në një kafe ku jemi me shoqërinë, mjafton bëjmë një prekje, një shtypje, dhe ne ndihmojmë metabolizmin ton, ndihmojmë edhe 2 herë më zëri gjumi mu. Iku bora. Ashtu ne kemi këto dhe organet gjinitale dhe zorën. Dhe mjafton janë këto këtu, organet gjinitale dhe zorën. Vetëm shtypjen tonë. Shumë interesante. Po, dhe gjithashtu një ushtrim shumë i thjeshtë dhe për të gjithë personat që vuajnë me problemet me epilepsin, është një ushtrim i cili bëhet në anë të kërthizës. Do doja ta demonstroj nëse kemi hapësira. Demonstrojmë, ja. Tu është kërthiza. Tu është kërthiza. Atëherë, si të donë juve kthehemi. Gjithmonë flasim nga ana e majtë. Vemi 3 cm që i bie pak a shumë 2 gisht, zbresim dhe 3 cm që i bie 2 gisht të tjerë. Ne këtu kemi është zora qore që themi gjithmonë që është një organ bosh, nuk ndjejmë dhimbje. Nëse mbajmë të shtypur me sa fuqi kemi dhe numërojmë deri në 20 ose në 30, ne kështu bëjmë qarkullimin e një trajtshëm të gjakut në të gjithë metabolizmin ton. Është bukur kur bëhet shtrirë, që të jemi të shtrirë, por dhe ulur në momente të caktuar kur kemi një problem akut, mund ta bëjmë dhe ulur. Po, okej. Pra do më thënë nga kërtiza në të majtë... Tani do më thuash për pak se çfarë ndjen brenda trupit tënd. Pra nga kërtiza në të majtë të kërthizës... 3 cm. 3 cm dhe poshtë 3 cm. Përsëri 3 cm. Aty do... Mbajmë të shtypur për
për 10-20 sekonda. Okej. Nëse kemi hapësira dhe për më tepër deri në 1 minutë është ushtrimi më i bukur, por nuk është thjesht ushtrim. Neve furnizojmë të gjithë metabolizmin në mënyrë të njëtrajtshme me gjakun që kemi brenda trupit ton. Çfarë do ndjen tani Rej? Po jo, ishte në fakt ndodhte një lloj çlirimi në atë moment, ë, mbasi ndihesh më bukur, ndihesh pak më vakët brenda metabolizmit, më i ngrohtë, dhe ajo ngrohtësi fillon nga pjesa e zorëve, hypën në stomak dhe përplaset në ezofagun ton. Na shikosh në pas emision. Gjithë me një. Direkte. Nëse pushim të tërë. Ishte ndjesi Shumë interesante, pra, domethënë njeriu vuan për gjëra të thjeshta, për gjëra të thjeshta, por këto gjërat e thjeshta është mirë që ne t'i kryejmë në përditshmërinë. Se Ri kishte veshur bluzë të zezë, nuk është se dalloheshe fort, ku prandaj po të pyeta disa herë sa siç është tek bëhet procedura. Të gjithë njerëzit mund ta, po ata që kanë probleme për shkak me zorën e trashës ose kryen e zorëve, dëmtimi i zorës së hollë. Çdo lloj problemi që kemi, që nga sëmundjet kronike, gjithashtu dhe në gjërat akute që mund të kemi, është ushtrimi më i bukur i njeriut. Personalisht në kaq vite eksperiencë nuk lë individ pa ja shpjeguar pse, se është një ndihmë brenda shtëpisë. Po tek fëmijët e vegjël? Patjetër që po qitet bebet e porsalindura. Që tek bebet e se nuk krijon asnjë lloj, përveç se jep ndihmë, pastron metabolizmin si personat që kanë probleme me kapslëkun, ndihmon. Pra fëmijët e vegjël që kanë gjithmonë probleme me fryerjet e barkut dhe ata që është ushtrimi më i bukur. Bëjmë së pari një refleksologji, bëjmë shtypjen e shputës së këmbës, shputës së dorës ose dhe gjithashtu pjesën e veshëve që i ndihmojmë jashmase dhe pastaj kalojmë në ushtrimin e kërthizës. Për sidomos për të gjithë fëmijët që nga pjesa e parazitëve, do të po si mund të dalim parazitët me këtë ushtrim. Është një ndihmë se furnizojmë metabolizmin ton, duke qarkulluar gjaku, japim dhe oksigjen. Duke dhënë oksigjen, ndihmojmë metabolizmin me anë të kësaj shtypje dhe sistemojmë nervin vagus. Ua. Është i bukur nervi vagus. Po që ka shumë interesante, kisha neglizhuar nervi vagus. Jemi nerv vagus, siç themi jemi zorë, jemi nerv vagus. Nerv për të vënë në... Po jo, po ky që ka nerv me potencial. Po. Se është nerv do si do. Tu ashtë tjetërit e kam nervin si nervi vagus. Pas më provokon nervin vagus. Po, pra. Okej, shumë interesant, por për personat që do kemë mundësi e dallojnë dot me anë të një konsulte të thjeshtë me mjekun, apo do të vinë patjetër te naturopati? Jo, është të gjithë kemi probleme në momentet caktuara të jetës me nervin vagus. Askush nuk shpëton nga nervi vagus. Thjesht ne duhet që në përditshmërinë ton ta mbajmë sa më bukur nervin ton vagus, se në fund të fund është ai nerv që ne na udhëheq në përditshmërinë ton. Është ai nervi që të thotë ri, rezisto ose ik. Po, shpëto veten. Shpëto veten. E qartë, e qartë. Në të gjitha rastet keni kujdes dhe të gjitha rastet kontaktoni me Adelaida Gjona, që kështu keni mundësi ta gjeni gjithandej dhe jep këshilla të duhura. Imagjino vuan robi për një teknikë kaq të thjeshtë. Di domethënë, faleminderit shumë Adelaida. Shumë faleminderit. Faleminderit Adelaida. Ditë dhe javë të mbarë për ty. Gjithashtu dhe për ju. Faleminderit. Okej, ikim reklama, pas keni hapësirën e kuzhinës, pas një ditë super yll. Që jemi nesër, pafshim. Javë të mbarë.